Kush do të mendon ti që do të jenë dy opinionistët e këtij edicioni? Do të ketë lëvizje, s'do të ketë lëvizje, mund të jenë të dy të njëjtë, mund të ndërrohet vetëm njëri prej tyre. Nëse ti ke dëgjuar diçka lart e poshtë, çfarë flitet në Tiranë për opinionistët e këtij edicioni? Me sa kam dëgjuar, Arbri do vazhdoj të çfarë përflitet, domethënë që do të jetë opinionist edhe si gjithmonë mendoj një femër do jetë në krahun e tij, që make sense. Një grua? Po do të jetë po Neda thua apo një emër ka emra të tjerë potencial të përfolur vërdallën për Tiranë? Po Neda e tregoi që ishte një opinioniste e mirë, e denjë dhe i përshtatej atij formati, nuk e shoh të pamundur që mund të jetë prapë edhe Neda pjesë e opinionistëve, por ndoshta ndonjë dikush tjetër ndoshta që mund të ishte edhe pak se Neda pavarësisht çdo gjë është shumë diplomatike. Edhe Arbri është po diplomatik, ndoshta do duhet dikush se Arbri jo dhe aq në fakt. Mirë, po prapë ruan atë qetësinë, diplomacinë, pavarësisht se i thot gjërat në një mënyrë që mund të spikasin ose të vrasin, prapë është diplomatik. Ndoshta një person tjetër që mund të ishte pak më gjak nxehtë, do ishte për momentin s'po më vjen ndonjë emër fiks, po ka pas opinionist kaluar që kanë qenë të tillë.